Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Deja, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më njihni, mirë se u rikthyet në një tjetër video të këtij kanali. Është mëngjes, fundjava sa ka fillu. Jam akoma me syt e enjtur nga gjumi, se s'ka as gjysmore që jam zgju nga gjumi. Kam pas gjatë gjithë natës flokët me këtë metodën e Rob Dijanit për t'i bërë kaqurrela, besoj se e dini gjithë. Metodën që u bë virale që nga koha kur ishim në karantinë. I bëra kështu sepse ka një javë pak që më shprishur pjastra, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por nxehet vetëm njëra pllakë pjastrës. Duhet bëj një orë që të merrem me flokët. Për t'i bërë kaqurrela bëhen më thjesht, domethënë më merr më pak kohë, po herën e fundit që i drejtova, ju betohem që kam bërë fiks 1 orë e 10 minuta që të drejtoj flokët, edhe për momentin nuk është se i kam aq shumë të gjata që të bëj 1 orë, zakonisht jam mësuar që me 15 minuta i kam drejta fiks siç duhen. Siç që thash, nuk e di se çai ka ndodhur pjastrës, më sa më e menon, nuk më ka rënë tokë ose të ke pas në lloj përplasjet, po nuk e di, mund të jetë djeg në gjë të ai qarku i vet aty. Thjesht i kanë marruar të punës. Flokët i zgjidha tani në mëngjes herët, kur iku Claudio për në punë, sepse e dëgjova kur u zgju, edhe po më bezdiste, po më hante koka me ato liellcet edhe Rob Dijanin kështu, edhe i hoqa komplet. I lash kështu të zgjidhura, ndërkohë që fijete edhe një orë më shumë, sepse ishte shumë herët që të zgjohesha që në orën 6:30 që doli Claudio, kështu që duke qenë se ishte shtunë, thash, okay, po fle dhe pak. Unë nuk jam ai tipi që fle shumë, domethënë që të fle deri në orën 9, 10, 11. Nuk e maj men herën e fundit që kam fjet deri në orën 10. Se maj men, seriozisht. Po edhe në darkë nuk është se ulem të flej shumë vonë. Tani le të fillojmë mëngjesin, sepse kemi shumë punë për të bërë, duke filluar nga shtëpia, nga spezat, nga gjërat tjera që duhet blejmë, kështu që duhet i përfundojmë gjitha sot. Gjithashtu sot duhet shkojmë të bëjmë edhe fotot, sepse javën tjetër kemi takimin për permeson e Soggiornos, kështu që duhet kemi fotot me vete. Po, doja t'ju tregoja diçka, një bashkëpunim që më ka ardhur nga kjo firma koreane Mixon. Tani, nuk po e them se produktet janë falas ose se janë bashkëpunim, po me vërtet janë super produkte. Me thënë, unë nuk e di ku kam jetu deri tani, edhe pse askush nuk më ka thënë që vaj për pastrimin e lëkurës të make-upit në dark është gjëja më e mirë në botë, më e mrekullueshme. Dhe më të shkrin fondatintën edhe rimelin, çdo gjë tjetër që ti ke vunë fytyrë në një lloj mënyre që s'ka ujë micelar që ta shkrin. Domethënë unë kënaqem kur e shoh veten kështu zi komplet, sepse e shoh që make-upi është shkrirë edhe lëkura është e pastër. Që të hënën që kam filluar rutinën me këto produkte, edhe ju betohem lëkura është shumë e butë. E ndjej fytyrën si lëkurë bebi. Edhe këtë nuk e them vetëm unë, po edhe Claudio kur ma prek fytyrën, edhe shumë e butë. Dhe biles mram, po më thoshte nëse mund i përdorte edhe ai produktet, edhe i thash që sigurisht, sepse duke qenë se në punë me ato pluhurat e punës, me pistilliqet që kemi gjatë gjithë ditës, edhe thjesht në rrugë, jo vetëm në punë, është e mira që në darkë të përdorim një pastrues edhe një lars të mirë. Kështu që mbrëmje filloj t'i përdorte edhe ai atë vajin edhe atë cleansing foam, sepse kam edhe këtë cleansing foam me centella, që është një dashuri. Domethënë është që buta ajo shkuma, nuk krahasohet. Unë kam provu edhe CeraVen, edhe Cetaphilin, kam provu Neutrogenen, Flacilarës fytyre, nuk e di që kam provu tjetër. S'po më kujtohen tash, po këto treja që janë më të fundit që i kam përdor, po kjo nga Mixon, yll. Tani po iki të bëj një kafe, që të hapim pak kokordhokët e syve. Dhe të sistemoj t'i uli pak këto flokët, se kur i bën me ato Rob Dijanin, vinë shumë lartë pjesa e kaqurrelave, edhe nuk më pëlqen kështu si nuse. Shtëpia ime është një kaos i vërtet sot, sepse dje jam kthy nga puna në orën 7:30 të darkës. Kemi marrë pizza për dark, sepse s'kisha fuqi as të gatuja, seriozisht. Kam bë dush edhe jam shtrejt direkt, sepse nuk kisha më fuqi as të shifja televizor, le më tjerat. Kështu që ka nevojë për një super sistemim. Unë e urrej kur shtëpia arrin këtë fazë.
Po që kur jemi në punë nuk kemi se qa bëjmë. Kërë që pik të kafen që po bëj, pastaj bëjmë edhe punët. Tani unë erdha te Maqoku, sepse Maqoku ka qenë vetëm edhe këtë javë, sepse prindrit I ka në Shqipëri, sepse po bëjnë dhëmbët, kështu që ne kemi qëndruar bashk. Apo jo? Unë I sistemova pak flokt, I ula ato kaqurrelat, sa që shumë nalt nuk më pëlqejnë, edhe ndrova rrobat, sepse doja të mbushja kovën e ujit, sepse do vi zonja që pastron shkallët edhe ne duhet lejmë kovën e ujit për jashta. E kisha lënë pjesën e bruzhës hapur, kështu që më ra gjithë uji tek pijamat, edhe u bëra sikur kisha dalë prej dushi, kështu që u ndrova, vesha rroba për të ndenjtë në shtëpi. Vura pak hidratus tani, po vej edhe pak krem dielli, pastaj jemi në rregull deri në momentin që do dalim, s'kemi nevojë për make-up. Rrim kështu original. Unë kam marrë këtë SPF nga Garnieri edhe vjet e kam përdorur shumë. Duket relativisht e mirë, vjet kam përdor pas Garnierit kam marrë edhe atë të altruistit edhe ajo shumë e lezetshme, edhe nuk kushton shumë, sepse nuk e di nëse e dini si kuriozitet, po formuluesi I firmës altruist, I SPF-s, është një mjek dermatolog që e ka formulu të SPF-n edhe I ka vënë një çmim që ta blejnë të gjithë, dhe më një çmim të arsyeshëm, kushton diku te $8 ose $10 një tubet 150 ml. Në mënyrë që gjithë njerëzit të mund ta përballojnë të blejnë një SPF të mbrohen nga dielli. Tash t'ju them që unë e përdor 365 ditë të vitit, ju gënjej, mundohem ta përdor pothuajse çdo ditë, sidomos në ditët kur ka diell, është e sigurt që nuk e harroj, po edhe në ditët kur është vrentur, gjithmonë ka rreze të këqija. Kështu që duhet ta përdorim edhe në ato ditë, po nuk mund t'ju them se unë jam shumë precize për ta vënë edhe në ato ditët ashtu. Tani po jo mbyll, edhe po filloj nga punët, si ja u thash 100 herë, po akoma nuk kam filluar. Njerëz tani po dalim edhe është një nxehtë në makinë që po më merret fryma. Makina ka qenë në diell, temperatura shënon 34.5 gradë. Kështu që po vdes tash. Ne po ikim sepse duhet bëjmë foto, se javën tjetër kemi takimin për permeso, kështu që duhet kemi disa foto gati. Kështu që për këtë arsye jam lyj çik më shumë që dalim bukur te fotoja permesos. Sigur intereson shumë shtetit italian se si dalim nejse. Pastaj do ikim bëjmë spezën edhe do ikim gjithashtu edhe te qendra tregtare, do ikim në Grand Emilia, që të shohim nëse ka ndonjë pjastër të hajrit tek Mediawordi. Do shoh aty që mund gjej, edhe shpresoj që gjej diçka që t'jetë e mirë edhe me çmim të mirë. Se që të bëjmë më vonë, do ju tregoj, gjithsesi unë do ju marr me vete. Se questa foto ti piace? Ancora? Ma poi le foto cruise nuk del one foto. Grazie per aver utilizzato questa macchina. Le tue foto sono in stampa e saranno pronte in pochi secondi. Arrivederci e a presto. Arrivederci. Eccoci.
Njerëz unë jam të tek pjastrat edhe po shoh se çfarë do marr, pas ka dhe disa oferta, po që nuk e di se çfarë do vendos. Sono sicuro se ti amo davvero. Ato me knote. Sicuro ma mi sembra che capo. Sapere quando senza ritorno di seguire fino in capo al mondo fino a Bangkok passando per Londra da Roma fino a Bangkok cercando te. Njerëz dhe sa erdhëm në shtëpi, ora është afër 8 e darkës, shkumbëm fotot siç ju tregova. Pastaj nga aty shkumbëm spesën. Gjëja tjetër që bëm, shkuam edhe morëm pjastrën e re. Kur kisha bërë atë askën në Instagram ku ju pyesja për pjastrën, shumë goca më kishin shkruar që të merrja Gjia-Kadin, që të merrja Dysonin, e ku diun gjëna të tipit high class. Po, nuk kemi shku akoma në atë fazën që të shpenzojmë 300 euro Gjia-Kadi edhe 500 euro Dyson për flokët. Nuk i di, ndoshta në një të ardhme, edhe pse mu m'duket një shpenzim pak i kot, atë shumë lek. Ndoshta janë shumë të mira sepse ta mbrojnë shumë flokun, po mjafton që të përdorësh produktet e duhura edhe ta mirëmbash flokun, mos ta përdorësh pjastrën shumë shpesh, gjanat shumë shpesh. Ta mbrosh nga nxehtësia më e rëndësishme. Unë zgjolla këtë nga Babyliss, e cila nga 70 euro ishte bërë 50 euro në ofertë. Kishte edhe pjastra të tjera si ajo Bellissima që kam pasur, kishte edhe Remington që më pëlqeu shumë njëra nga ato, edhe ajo ishte diku tek 50 euro. Shkova me këtë sepse më pëlqeu më shumë sepse pllakat ishin titanium, më duk më interesante, plus edhe ngjyra me gold më duk shumë e bukur. Dhe Claudio më tha, merr këtë se duket më e mirë, më e bukur. Atëherë vendosa të merrja këtë. Tani do e provoj, ta shohim nëse nxehet shpejt, funksionon tamam siç duhet, nëse i lë flokët e butë apo i lë kështu si tegra kur i pjastron. Gjë tjetër që bëm ishte që këtu në qendër kishte aktivitet, ishte aperitivo in piazza. Lokalet këtu kishin nxjerr tavolinat komplet jashtë, ishte si fillim ishte diell, po pastaj tani after darkës u fresku goxha. Edhe ne pim nga një gjë për jashta, bëm aperitiv. Ndërsa tani jemi në shtëpi, do gatujmë një gjë për dark, tom dark, pastaj rutinën e darkës ose gjë tjetër. Po hap pjastrën edhe t'ja tregoj. Kam e çantën e vet. It's very nice. Pjastra është kjo, me këtë ngjyrën gold edhe zezë, super të bukur, pëlqen shumë. Ka pjesën e butonave këtu, ku ndizet edhe ku të kontrollon temperaturën, me sa lexova shkon deri në 235 gradë Celsius. Kapulli duket goxha i gjatë, edhe gjëja e bukur është që vjen me këtë mbështjellsen e vet, kështu si tapet kur ndalon të përdori pjastrën, e lë këtu që të ftohet, ose e vendos këtu brenda kur nuk do ta përdorësh më, edhe thjesht e mbledh këtë edhe e vendos në sirtar, shumë e bukur që mos marrë as pluhur as mos të prishet. Edhe gjëja tjetër shumë e bukur që më pëlqeu shumë, janë këto tapat e silikonit që vendosen këto, në mënyrë që mos na djegin gishtat, sepse gjithmonë kur bëjmë flokët, kaçurrelat drejta, gishtat janë këtu afër pjastrës, edhe ajo nxehtësia shpeshherë të bezdis po edhe të djeg, kështu që me këto kokat e silikonit këto, me siguri nuk do e kemi këtë problem. Edhe tani po provoj ta ndez. E futa në prizë, tani po e ndez këto. Okej, super. Sa bukur, këtu të tregon nivelin, domethënë këtu. Temperatura është jeshile, domethënë që flokët e përballojnë. Pastaj vjen ngjyra e verdhë, portokalli. Edhe këtu është e kuqe. Domethënë që këto dy të fundit nuk duhet t'i përdorim shumë shpesh të paktën. Unë do e lë këtu te portokallia në mes. Ka gjithsej 5 nga këto pllakat këtu, nga këto ngjyrat. Kështu që unë do e lë tek treshi pak a shumë. Ta shohim nëse ka filluar të nxehet. Po, ka filluar të nxehet. Aty thoshte që koha e nxemjes është 15 sekonda. Kështu që ta shohim. Unë flokët i kam gjetë sistemume, po ta shohim se si do jetë. Provojmë të balluken këto.
Shu duket sikur dilet buta flokët. Edhe rëshket shumë mirë të pjesa e flokëve. Shini si rëshket, nuk është se ngecet. I ka pllakat shumë të lezetshme. Më pëlqen shumë, në vërtet. Prit ta provojmë të bëjmë një kaçorel, ta drejtoj një herë. Ta shohim me sa dure drejton. Okej, kjo është një dorë. Edhe 2 durë. Me 2 durë e drejton flokën. Super. Kështu na kursen edhe kohë. Ndërsa për të bërë kaçorelin, me të vërtet më pëlqen shumë se si rëshket në flokë. Okej, kaçorelin. Super, kaçorelin me një lëvizje. Eko. Ky është kaçoreli i pjastrës. Approved. Ja vlen. Kushdo që të blej një pjastër, kjo nga Babyliss-it e Media World-i, kudo ku të keni Media World afër shtëpisë tuaj, ishte në ofertë. Nga 70 euro, 29,99. Tani që po i bëj reklam Media World sponsor me, që të blej, ku dion, blej një pjastër tjetër, të blej një mash kësaj rallë. Super. Plek të ndreqimin e lezetshëm tek floku. I like it. Mirëmëngjesi nga një tjetër ditë njerëz. Unë ka pak që jam zgjuar. Nuk e di herën e fundit që kam filmu, sepse kam fillu vlogun në fundjavë, po pastaj kisha disa gjëra për të bërë, kështu që nuk filmova më. Jam bërë pak si lëmsh, sepse të dielën normalisht shkuam si çdo të diel tek merkata e të përdorurave, fillova të gjiroja pak, po duke qenë se nuk gjetëm ndonjë gjë kush e di te kjo merkatoja, dolëm si më pak si të zhgënjur sepse nuk gjetëm rroba ose gjëra të mira sikur gjejmë zakonisht. Kemi ble vetëm një xhaket jeanse. Pastaj sikur më humbi pak ajo dëshira për të xhiruar se kisha ç'a tregoja se s'kisha ble asnjë gjë. Pas dite u ndjeva pak keq sepse këto problemet e gocave, si që dini edhe ju. Kërë që gjithë pas ditën e mora të lirë edhe isha thjesht në shtatë që po pushoja nga budalliqe. Pastaj të hënën isha në punë, të martën në mëngjes pastaj isha te Questura e Reggio Emilias, sepse duhet shkoja për rinovimin e përmesës, kisha datën për të vendosur gishtat, ato shenjat e gishtave. Kemi shku që në orën 7:30 edhe kemi ndenjur atje për rreth 2 orë, edhe pse kishim apuntamentin, normalisht janë ato procedura që marrin kohë. Questura e Reggio Emilias, për kush jeton në zonë, ose besoj edhe për çdo shqiptar tjetër, për çdo stranjer tjetër, është e njëjta situatë. Momenti që je në questur, ndihesh personi më pa vlerë në botë, nuk e di se pse, po mu më kap një lëmsh këtu te stomaku sa herë jam atje te questura. Kjo i bie që ishte hera e dytë sepse përmesën e parë kisha për 2 vite edhe ka skadu, kështu që duhet ta rinovoja edhe tani do marr tjetrën, dash zoti, për më shumë vite. Mënyra se si trajtohen, mënyra si bërtasin policët, njerëzit që nuk kuptojnë, nuk e di, është thjesht shumë skandaloze. Flas shumë mirë italisht, kuptohem, gjitha thjesht nuk e di. Më kap një si stres, si ankth kur jam atje, edhe mundohem ta qetësoj veten, sepse tham, po ne të menu shumë, do të më kapi një tip atak paniku, nuk i di, thjesht në mblidhet diçka këtu në stomak, edhe më vjen për të vjell, kam disa simptoma shumë çuditshme sa herë jam atje, po shqyr zotit me dokumentat shkoj gjithçka mirë, lash shenjat e gishtave, dokumentat ishin çdo gjë në rregull, se normalisht që kur i kam dërgu ishte çdo gjë okay. Pastaj sa erdha më desh shkoja me vrap në punë, pa pushu asnjë sekond deri në 7 të darkës, kështu që sot duke qenë se filloj pak më vonë, filloj në orën 11, po e marr ditën pak më me qetësi, sa kam përgatit kafen. Edhe një gjë tjetër që doja t'ju thoja gjithmonë lidhur me dokumentat, doja t'ju tregoja që kam marr patentën italiane, më në fund njerëz, më në fund kam lejen e drejtimit italiane. Unë ka, sa vite ka që e kam.
Unë e kam marrë patentën që në 2018, kështu që i bie rreth 8 vite me patent. Kur erdha në Itali, normalisht duhet ta konvertoja. Brenda një viti që ti je rezident në shtetin italian, mund t'i ngrohësh makinës edhe me patent italiane, por pastaj duhet të bësh konvertimin, që janë njësër procedurash pastaj që nëse keni interes mund t'ja u shpjegoj një herë tjetër. E kisha futur patentën për konvertim në janar të vitit 2024. Kam marrë në maj të vitit 2025. Janë një vit e gjys që patenta ime ishte mrena. Gjatë kësaj kohe, normalisht që i kam ngra makinë, sepse kur duhet shkoja në punë, e merrja makinën ose për ndonjë vend tjetër, po kohët e fundit, duke qenë se kalova një vit e pak rezidencë në Itali, kisha pak frikë. Pavarësisht se aty ku bëhet konvertimi i patentave më thonin që është okay, mund t'i japësh makinës, sepse edhe nëse të ndalon polici mund t'i thush që letrat kanë shku për konvertim tek ministria e caktuar. Por nuk e dija nëse policët do ishin aq të sjellshëm sa të hynin te portali, të shihnin që unë kisha fut konvertimin e patentës e njëna tjetra. Kështu që kisha pak kohë që nuk e merrja makinën shumë shpesh, me thënë të drejtën. Kam shku disa herë që kam pyet nëse patenta ishte gati. Duke qenë se e futa në janar të 2024, ne në prill blem makinën e re, ndryshimi i emrit për makinën edhe këto gjërat bëheshin në të njëjtin vend ku edhe konvertimi i patentës. Kështu që unë, kur ishim aty e pyeta nëse, në çfarë faze jemi me patentën time. Edhe ajo më ngriti një dosje ku tha, tani nuk e mbaj mend shumë, një nuk e di nëse më tha e kemi akoma këtu apo është në proces, nuk e di. Po tani e kuptoj që në prill të vitit 2024 patenta ime nuk ishte dërgu akoma tek organet përkatëse për të bërë konvertimi, sepse edhe këtu tek patenta ma jep që konvertimi është bërë në 10 korrik të 2024-shit. Kështu që dokumentat kanë shku tek organet përkatëse në korrik. Ndërkohë që patenta ime është fut në janar. Ka nejt një vit e gjysëm mrena, do me thënë dokumentat për konvertim, derisa më në fund e mora. Biles 2-3 ditë përpara, po bisedonim me Klaudian edhe po i thoja, sepse pas kësaj here kam shkuar një 2-3 herë tjera që kam pyetur në çfarë faze jemi, janë thoshin, ajo do në kohën e vet, duhet presësh, do në kohën e vet. Okej, thash, do kohën e vet, po bo një vit. 2-3 ditë përpara se të më merrnin në telefon që patenta kam bërritur, i thash Klaudios do shkoj për herë të fundit, i thash, edhe do i them, nëse kanë humbë dokumentat ose ka një problem, më bëni me dije që të paktën të merrem edhe një herë me këto dokumentat, t'i çoj aty ku duhet, të bëj pagesat që duhet, sepse nuk e di, domethënë ishte diçka që si jepja do të dum një vit e gjys për një patent mrena ishte e pamujtën, ndërkohë që s'ka në shkencë, domethënë thjesht patenta ime shqiptare, do shkoj atje dhe do përgatitet thjesht një karton, kaq. Po shkova atje i thash, kam frikë se do ngatrohem me ato që janë tek zyra, kështu që po e shmangja atë ditë që të shkoja sa më shumë që t'ishte e mundër. Edhe Klaudio që më thot për ditën e shtunët që të shkojmë bashkë, sepse ato janë të hapur edhe të shtunën para dite. Duke qenë se Klaudio është ai që si mund ta themi, ul zjarrin brenda meje kur acarohem. Më tha që për të shkojmë bashkë, shqyr zotit që nuk shkova atë javë, sepse pa ardhur e shtuna më morën në telefon edhe më thanë që okay, patenta është gati, mund vish ta tërheqësh. Edhe më në fund kam patentën italiane, tani duhet t'i filloj t'i gra makinës edhe në rrugë më të gjata, që t'ja marr pak dorën, sepse në Shqipëri kam gra makinës mjaftueshëm, më ishte një person që e merrja makinën edhe vetëm, e bëj ato shëtitjet e mia. Tani që them të drejtën në Tiranë nuk kam hyrë asnjëherë me makinë, sepse kur isha studente nuk kam pasur makinë, plus që shkollën e kisha afër e gjitha këto, edhe pastaj me trafikun e Tiranës, nuk e di, është e tmerrshme të kesh makinë, besoj për ato që jetojnë në Tiranë. Po në Shkodër, në këto në Lezhë, në të zonat to, normalisht që e merrja makinën. Pastaj kur erdha në Itali, tani rregullat edhe tabelat janë njësoj. Po në Itali, në rotondo nuk bëhen kur 2 makina bashkë. Domethënë gjirojnë aq bukur aty në rotondo sa nuk e keni idenë. Ndërkohë që në Shkodër ndalin gjithë makinat aty te rotonda dhe bëhet një lëmsh, edhe ti merresh vesh me dur, kalo ti, kaloj unë, edhe
Do me thënë u gjeta nga një realitet në një realitet tjetër, edhe në fillim ajo pjesa e rotondave më duke aq ankth, o zoti mam nuk e ke një ide. Tani kam fillu ja kam marrë dorën, e normalisht edhe Claudio po më thoshte që tani duhet ta marrë shumë më shpesh, që të heqësh komplet atë frikën e rotondave, të kryqëzimeve, pse jo të hysh edhe në autostradë, po që nuk e di, domethënë për të hyrë në autostradë do jetë shumë e vonë ajo ditë, se kur i shoh makinat aty me 160 km/h, nuk e di. Po gjithsesi, po, do e marr makinën më shpesh edhe të praktikohem më shumë që mos të kem frikë edhe kur të jem vetëm. Domethënë të mund të shkoj më larg edhe kur jem vetëm, se unë e marr edhe vetëm për kur shkoj te puna në një gjë të shpejtë kështu, po gjithmonë tek zona këtu rreth rrotullit, jo më larg. Kështu që po, tani po pi kafen, po bëj gati ushimin që do marr me vete, edhe do bëhemi gati për punë. Hapa YouTube-in edhe po shoh videon e Donës, pas ka hedhur videon me eksperiencën e lindjes, edhe unë e Donën e ndjek shumë edhe në Instagram. Është një vajzë tepër shumë pozitive, përveç faktit që është tropojane, edhe unë tropojane t'i dashuroj se jam vetë me stropoje. Shumë pozitive në gjërat që shpjegon në lidhje me bebin, mënyra si flet për bebin, për eksperiencën e lindjes. Kështu që pse jo, do me thënë, të dëgjosh diçka pozitive edhe jo trauma për sa i përket periudhës së shtatzanisë dhe lindjes, është diçka shumë e bukur mendoj unë. Po shoh pak videon edhe pastaj të merrem me punën që duhet bëj. Njerëz, për sot kam përgatitur të marr me vete pak byrek, e bëra që mbrëm në mënyrë që t'ja jepi edhe Claudius tek puna ta merri edhe me vete. Këtu kam përgatit pak sallatë caprese, si i thojnë italianët, me pomodorini edhe mozzarella. Vajin edhe ufullën nuk doja hell këtu, sepse kam frikë se mos më derdhet tek çanta, po duke qenë se tek puna kemi këto kondimente tipit krip, vaj, ufull, i hell tek puna edhe e halet themi të freskët. Tani e mbyllim. Edhe e fusim tek çanta. Ky lunchboxi ka thik, piru edhe log me vete. Këtë më duket se pa ta marr tek Temu përpara një viti pak shumë. Kjo është çanta ime e bukës, kështu që e fusim këtu. Edhe zakonisht marr edhe ndonjë frut me vete të tipit banane ose moll ose pjeshk, domethënë çat më gjendet, në mënyrë që ta ha pas dreke ose pas dite nga ora 3-4. Injoroj një rëmujën aty, sepse mbrëm isha shumë e lodhur për të larë renet, kështu që do i laj tani. Mami nëse ishe këtë video, nuk e bëj gjithmonë, ta përmëtoj si i laj renet. Ndërkohë që po bëhesha gati, erdhi postieri edhe më solli një pako, është bashkëpunimi me Luvletin, është hera e 3 ose e 4 që bashkëpunoj. Luvleti është pjesë e shenit, po që ka vetëm pijama ose rroba intimo. Unë normalisht e shkyva qesin direkt, se doja dija se cili nga bashkëpunimet ishte, po pastaj u kujtova që po gjëroj vlog. Kështu që thash doja u tregoj edhe gocave pijamet që kam marrë kësaj here, edhe po i hapi shpejt përpara se të bëhem vonë për punë, edhe t'ja u tregoj edhe ju. Të radhe erdhen 4 pako, zakonisht vinë ose 3 ose 4, varet se sa ata të shkrojnë tek emaili që mund zgjedhësh 3 ose 4, edhe po filloj pa humbur kohë me parën. E para është kjo ngjyra Tiffany, nuk e di, ngjyrë gurkali, më duket i themi në shqip pak a shumë. Janë këto pantallonat e shkurtra që kanë këtë detajin këto me këto si frula, si topa, nuk e di se si ta them. Edhe vinë me këtë kanatieren që ka këtë detajin këtu te shpina, vjen si e mbledhur. Jo, nuk lirohet kjo sepse është e qepur, po gjithsesi është okay. Edhe kanatierja është shumë e lirshme, domethënë nuk është nga ato kanatier që të rinë të ngushta, që mos të ndihesh mirë kur flegjon, domethënë që të ndihesh ngusht, po rri komplet lirshëm me ta. Pastaj të dytat janë këto që kanë shumë vibe pranverore, janë super të lehta, nuk e keni idenë se sa të lehta janë. Vinë me këtë lulet, edhe këto janë masa S, edhe ato të tjerat janë masa S. Edhe ka edhe këtë si këmish nate kështu, që edhe kjo vjen super e lirshme, dhe do jetë super komode për gjatë gjithë verës. Kostumi tjetër pastaj është ky këto, që edhe ky nuk e keni idenë se sa i lehtë është, sa i freskët do jetë për gjatë gjithë verës.
Ky është masa më, edhe në fakt që kur e kam zgjedhur, e zgjolla për vjerën, sepse duke qenë se me Luvletin kam bërë shumë bashkëpunime, edhe më janë bërë, për posa atyre që kisha, më janë bërë shumë pijamat të tjera, kështu që do ju jap një palë mamit, vjerës, kunatave. Vjerës i zgjolla këtë, se normalisht pak ngjyra më ndryshe, një kostum më ndryshe, keni parasysh se kunatat janë të reja pak a shumë, do më thënë 5-6 vite më të mëdha se unë. Kështu që për vjerën duhej diçka më zonjash, edhe i mora këtë kostumin super të lehtë, që vjen me këtë këmishën. E sigur që vjera do e shofi këtë video me këtë këmishën, kështu që është si me krahë të shkurtra, ka këtë detajin me pulla këtu, edhe besoj do jetë shumë e lehtë për pranverë, për verë, për vjesht, kur do që ta veshi për tjetër gjumë. Si që thash, vjera do e shofi këtë video, se vjerën e kam fancën numër 1 këtu në YouTube. Ndërsa ato që do ju jap mamit edhe kunatave nuk i kam zgjedh akoma. Do me thënë, kam plot këtu, po ta shoh se cilin do i jap cilës. Ndërsa ky tjetri është i njëjti dizajn si ai i pari, vetëm se këto janë tuta të gjata, që vinë kështu super të lirshme, super material i mirë, janë 95% koton, këto kështu. Bashkë me këtë bluzën, që është me krahë të shkurtra, edhe vjen me këtë detajin e ngushtë këto. Kjo në fakt është si me qenë një bluzë që e vesh robi normalisht edhe me dal, 95% koton, domethënë e thithë edhe djersën edhe nuk të bën nxehtë as si gjë. Nëse merr masën se vinë pak më të lirshme, sepse duke qenë se janë pijame, siç e thash, supozohet të jemi lirshëm edhe komode. Po për shembull nëse këtë e vesh mami im që është masa më, edhe po ta veshi për të dalë, nuk duket fare që është një bluzë pijamesh. Këto ishin 4 sete që unë zgjolla për këtë herë, kështu që tani me vrap edhe tek puna, sepse për ndryshe u bëm vonë.